Albin Kurtit përkatësisht lëvizjet vetëvendosje i duhet një marrëveshje me besim për zgjedhjen e presidentit. Kjo do më thonë si të certifikohet zgjedhjet me njëherë. Si të konstituohet kuvendi. Ditën e parë duhet me dalë në rand ditë zgjedhja e presidentit të Republikës, sepse Republika s'ka president. Mos e ngani ju çka thot Albini për efekt politik me mojt militantat rreth veti, sepse Kosova ka një president detyrë, por i cili është i kufizuar. Sikur që është kryeministri detyrë i kufizuar me marrë vendime të mëdha për vendin. E para. E dyta, nëse s'ka marrëveshje në mirëbesim, se marrëveshja në mirëbesim mund me ndodhë hiç pa hin koalicion. Bindet dikush, njëna prej partive, prej fjalëve të Albinit, bindet që në të mirën e vendit tonë, është që ata me adhon votën një presidentit që e propozon vetëvendosja. A dini pse? Ose dhe partitë opozitare. Jo, nuk kalon njëri partive opozitare pa kusht. Nuk kalon, se s'ka numra. S'mundet burim me Atash Ramushi, Gjini më falni, Bedri Hamza, ose Lumir Abdigjiku, ose Vjosa Osmani me thonë burim edhe Halil. Jeni dy kandidat tënë që pja peqojmë të Albini. Na me në thëmë, emnin tënë, emni jam u përdojë valla kushton. S'mundet ti me përdojë, emnin garantom ati mu që i ki vota në kuvend, a i thëtë jo s'muj me të garantu. Prandaj nuk shkon qështu. Në demokraci që shu bo sistemi Kosovës që zgjedhet presidenti është marrëveshje në mirëbesim për një emën konsensual, s'ka rëndësi kush e propozon. Mund me propozu ti, që është një civile, me rëndësi me shku në adresën e duhen. Propozimi jonë, muja unë, këta kolegët e mi kënej, pse jo? Me rëndësi është me ndëgju pushteti, shumica. Gjithë shka në demokraci varet për shumicës, o kolegë. Se demokracia është procedurë, kush e ka një numër ma shumë që a i ka krejt. Por, në këtë situatë, për presidentin u bon një version në kushtetu në Kosovës që s'munet krejt. Duhet mu të full edhe me neve të vëzhlit. Një pyetje për ty. Dhe në këtë situatë, me le dhe këtë s'ka që ka lypse.